Kryeministri Edi Rama mblodhi për rreth 30 minuta kryesinë e Partisë Socialiste në Selinë Roz në përputhje me statutin e partisë që parashikon paraqitjen e çdo ndryshimi në kabinetin qeveritar përpara këtij forumi. Në fokus të diskutimeve ishin lëvizjet e fundit në qeveri, të cilat Rama ja paraqiti në 2 mars presidentit Bajram Begaj. Riorganizimi i kabinetit përfshiu disa emërime dhe lëvizje të rëndësishme. Albana Koçiu emërua zëvendës kryeministre duke zëvendësuar Belinda Ballukun, Besfort Lamallari. U emërua në detyrën e ministrit të brendshëm në vend të Koçiut, Ferit Hoxha, ministër për Europën dhe punët e jashtme, duke zëvendësuar Elisa Spiropalin. Enea Karakaçi në krye të Ministrisë Infrastrukturës dhe Energjisë. Pas largimit të Ballukut, Eriona Ismaili, ministre për marrëdhëniet me parlamentin, duke zëvendësuar Toni Gogun. Ky i fundit kaloi në krye të Ministrisë së Drejtësisë në vend të Lamallarit, ndërsa Ermal Nufi u vendos ministri i mbrojtjes duke zëvendësuar Piro Vëngun. Kryesia shqyrtoi gjithashtu edhe datën e mbledhjes së Asamblesë Kombëtare. Gjatë mbledhjes po ashtu u diskutua mundësia një turi takimesh të Ramës në qytete të ndryshme të vendit me qëllim bashkëbisedimin me strukturat dhe bazën socialiste, tur të cilin Rama e paralajmëroi gjatë mbledhjes së grupit parlamentar socialist.